Institucionet e Republikës së Kosovës mbështesin fuqishëm implementimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit. Është një marrëveshje kjo e arritur me ndërmjetësimin e bashkësisë ndërkombëtare dhe është garancë bashkësia ndërkombëtare për implementimin e plotë. Këtë drejtimi bëu hapa të rëndësishëm në Maqedoni, natyrisht gjithmonë mbetet për të bërë edhe më tepër, ne dhëm mbështetje plotë Zotit Ahmeti dhe leadershipi tjetër në Maqedoni që të punojnë bashkërisht në mënyrë që ndërtohet një Maqedoni e re, një Maqedoni evropiane, një Maqedoni euroatlantike. Raportet mes shtetit Kosovës dhe të Maqedonisë janë raporte shumë të mira bashkëpunimi. Një bashkëpunim kjo që po jep rezultatet konkrete, rezultate këto që do të shihen në takimin e përbashkët të dy qeverive tona që do të ndodhë shumë shpejt. Në anën tjetër ne kemi filluar ndërtimin e autostradës Prishtinë-Shkup, që do të ndihmojë edhe qarkullimin më të mirë të njerëzve dhe të mallrave, që do t'i ofrojë qytetarët dhe territoret tona, që do të humbë edhe kuptimi atyre vijave kufitare, pra do të ndërtojmë një rajon me standarde evropiane, ndërsa është në interesin e Kosovës që të thellohet paqja dhe stabiliteti në Maqedoni dhe në gjithë rajonin. Shqiptarët në Maqedoni nuk duan kriza dhe luftra të reja. Shqiptarët në Maqedoni duan jetësim dhe materializim të marrëveshjes paqësore të Ohrit, sa më parë të jenë të barabartë me bashkëqytetarët e tyre Maqedonës. Sigurisht që nuk ka qenë lehtë dhe nuk do jetë lehtë implementimi, zbatimi i tërësishëm dhe i menjëhershëm i marrëveshjes paqësore të Ohrit. Çdo dokument i pas luftës ka vështirësitë e veta, por ne të ardhmen e shohim tek pajtimi, integrimi, heqja e kufive dhe jo vendosja e kufive të ri në mes vendeve tona. Kjo është ardhmëria, alternativë tjetër nuk kemi. Shqiptarët e Maqedonisë, alternativë përveç marrëveshjes së Ohrit, nuk kanë alternativë më të mirë.